Rruga që lidh qytetin e Klosit me fshatrat Bel, Unjat, Darz, Zibërhane e Ket është kthyer në problem për drejtuesit e mjeteve. Rruga që nis në afërsi të urës së Halilajve është plot me gropa, duke bërë që të vështirësohet qarkullimi i të gjitha llojeve të automjeteve. Drejtuesit e mjeteve shprehen se prej kohësh në këtë rrugë nuk investohet, megjithëse është premtuar disa herë. Ata kërkojnë që pushteti vendor në Klos të marrë masa për zgjidhjen një herë mirë të kësaj problematike, pasi është një rrugë që i shërben mira banorëve të njësisë administrative Zipër dhe fshatrave të njësisë administrative Klos. Vetë drejtuesit e mjeteve thonë gjithashtu se shtrimi me zhavor nuk është zgjidhja afatgjat, pasi sapo të ketë rreshje shiu, zhavorin e merr ujë dhe e dërgon në lum. Zhavorin nga zhavor. Asfalt s'ka. Vinë për vota kimërta, pra rrejt, mështrime, rrena, 35, a? Kësë janë rrugë. Se që bëhet, se që bëjnë të e binde, më sëtë me rrejt, më sëtë me gënjë njërë, me mështru njërë. Rrejt i këje, ashtu, këtë orë bashkije e DPP, o bënd 3 lisatura se në rrejnë për këtë rrugë. Këse rrë dhe fshat i Bel ka dhonë 100% votat, si i besun këtërës bashkijës. A shumë a merë sekretare, po për pa fund dhe qeveritare nuk bënë rruga. Nuk është puna me rana. Tu ka lënë 6 fshatra. Bel, Ujatea, Gurëmave, Zipër Hanet, Zipër Keta. Tu ka lënë 6-7 fshatra. Kjo rrugë kryesore. Vend të murit që ka shemje, ka rreziqe, vend se për të bërë me mure me beton, kama, ura, e me derdhje betoni me hekër, këto ka shumë betonina. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë që rruga t'ju asfaltohet në mënyrë që të mos vazhdojë kjo gjendje si në këto 35 vite demokraci.